Mirë se vini, në këtë podcast do të flasim për pjesëmarrjen sociale të personave me aftësi të kufizuar në jetën kulturore, sociale e tjerë, kështu duke e parë përsa afërmi nevojat, sfidat edhe angazhimet e personave me aftësi të kufizuara, gjithsesi edhe në mënyrën se si mediat ndikojnë dhe raportojnë për personat me aftësi të kufizuara. Sot për me ne të ftuar për me diskutu në mënyrë konkrete sfidat, përparësitë, angazhimin e personave me aftësi të kufizuar, do të flasim me Djelona Feka, Ermelin Hyseni, Sulejman Emini. Faleminderit për kohën edhe për me e bo këtë podcast sa më konstruktiv edhe me përçu mesazhe të mira edhe me tregu potencialin dhe angazhimin e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. Kisha fillu ndoshta me Djelonën me prezantu shkurtimisht veten edhe me na tregu për angazhimin e saj qytetar në Kosovë. Faleminderit për ftesën. Unë do me thonë, jam angazhuar ku kry shkollimin në tej, shkollën për të verbër Gjelandet në Tampej. Fillon edhe të mesmen, pastaj kom vazhdu me fakultetin Kolegjin AB, Administratë Publike Diplomaci, bachelor dhe master. Pastaj kom pas disa trajnime, kontratë mbi vepër, kom punu në ministri, organizatat të ndryshme. Pastaj kom apliku në konkurse, se jam hinë test që gjithë persona tjerë, të se intervistat të gjitha, por nashta shumë pranu, pastaj në stacion e autobusve, ka qelë konkursi edhe kom apliku, jam hinë test në intervist, pastaj aty jam pranu edhe jam të punu. Sfida për të verbër, do me thonë, ka. Sfidat janë duke fillu nga infrastruktura, sinjalizimet e tjera. Por na duhet të këto sfidat do me thonë, të mposhtim, mos të si sfida, po duhet të përballem me to. Pastaj ka pas nashfa diskriminime, nashfa kam thonë, ka pas persone që kam thonë, ka gjuna të ndihmojnë, apo jo, nuk jena për gjuna, po na si të tjerë duam dhe ja dalim. Të gjitha merrem me aktivitetet të ndryshme, si me lojë shahu, letra me brajl, gotball, projekte të ndryshme e tjera. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam Emilda Hyseni, vibe komunës Vështrisë. Kam kryer shkollën Vellore, Lianës të Rafs, kam punuar në Vështre, Barandoa Janina. Kam me këtë punën tem, të aplikimin të familjes tem, për kërënja kam për familjes tem, evaluoj edhe shëqantën të amësat në Kosova, edhe punë të punës tem, kam punuar vishtamisht, edhe për plemen 6 mujve kom pos kërëtantën, me vashtu punën, për fote së më ka velasu, andrën, edhe kom dosh ma ka shu ka në shkollimit, asimit dhe qytetisë levelit. Faleminderit, Ermelinda. Unë jam Sulejman Emini, unë jam person me aftësi të kufizuar. Të pas parasysh që në shtetin tonë, do me thonë ka shumë sfida për persona me aftësi të kufizuar. Të pas parasysh punësimin, shëndetësinë, arsimin. Kena pas në raste që veç u kanë, do me thonë, ka pas sfidë për edhe në gjymtyr të kamëve e kanë qua në shkollë speciale. Do me thonë, shtetës e shtetë nuk i klasifikon këta. Se për punësim s'po flasëm kretë. Punësimi është sfida kryesore në Kosovë, do me thonë. Edhe ligje që është 50+1 nuk respektohet duke fillu për komunës, qeverisë, këtyne institucionet tjera, biznesit apo tjera. Kisha me undal me juve, Sulejman, se përmeni me sfidat në arsim. A kështë mujtë me nga të regu përvojën tane kur ke qenë duke ndjek shkollimin, a ke ndjek shkollimin në regull, cilat nështë kanë qenë sfidat, ose a ka pas përparsi kur ti e ke ndjek shkollimin në kohën tënde? Ka ra fatë, se unë nuk im kanë shumë kështu të edhen, përse më përdëru si karroca, po thëmë. Më ka ra fatë me kry shkollimin e rregullt.
Po jam gjenerata e parë që më kanë zonë klasa e 9, për këtë arsye, do me thonë, në shkollë të mesme kom krye juridikon, drejtimi asistent administratës. Do me thonë, lëmë juridikën kanë shku shumë. Këto tjera pak. Po është në pyetje që ka sfida. Ka sfida se tash të u bani punë e mirë, se tash të kanë qitë asistenta për persona me nevoja të veçanta. A sa më ka në deret që tash të s'ka pas asistenta. Kjo është, do me thonë, një lehtësim shumë i madh për këta persona që dojnë me kry shkollim, se shkollimi fillor, do me thonë, është obligativ. Ju kështu veç me shku që aty edhe hajt, po do me thonë, do të nga jep të paktën shkrim lexim me ditë. Masi jemi këtu fol veç të shkollimi, kisha ndalë të Djelona që e përmendi që kanë ndjek shkollimin special në Pej me alfabetin Braille. Qysh është fëmijët që janë tashmë të verbër, që nuk kanë mundësi me ndjek shkollimin e rregullt për shkak të mungesës së alfabetit Braille. A mendoni që kjo është sfidë e madhe për fëmijët e verbër, gjithashtu edhe për prind që duhet me ndjek shkollimin vetëm në Pej? Po sfidë, se do me thonë, nashta ka fëmijë të verbër që janë shkolla të rregullt, po nuk është shkollë të rregullt sikur në Pej, se në Pej janë kushte tamam për verbër. Është mësimit e gjithë, është mësimi ditor, konviktit e gjitha, do me thonë, që mundesh mu orientu. A mendon që mungojnë institucionet shkollore të rregullta, udhëzimet me alfabetin Braille edhe në vendet e tjera, pa e përfshirë domethënë veç institucionet e shkollës, po edhe institucionet e tjera relevante, që gjeni ju veten? Po nashta, domethënë shkolla për verbën Pej, i kom sot udhëtu si vizitan ata nxënësa në shkolla të rregullta, po nuk janë kushtet adekuate në shkolla të rregullta sikur në shkollën Pej. Okej. Ermelinda na tregove që e ke ndjek shkollimin fillor, a mundesh me na tregu aktualisht me çka e karakterizon ditën tonë, me çka angazhohesh, edhe cilat është angazhimi i komunitetit personave me sindrom Down që me e tregu potencialin e tyre në shoqëri? Kushtimi ndaj meje është një beut shumë se kashme, po bujnë shkollime dhe aftësime dhe besime me thënëstaon, kam një përvojë ma shumë fëlletshëm që kena mund një arrit të atë pikë. Dhe më thonë që unë jam një adalt dhe kam një arritit këtë program me kompjuterike, me Voiden edhe me Excelin edhe shpresoj të kam një adalt, nuk jam e diskriminume, nuk kam këfa paratjukime dhe shëznis, dhe për shkak të shkollimet unë kam dos me arrit, këtë që bëhuzat e kena bos dhe kone dhe përfshien, mësë një masit, që të me putnohe, me persona me sëmdown. Okej. E përmende paragjykimin edhe kisha fol pak me Sulejmonin me na tregu, a mendon se shoqënia kosovare edhe në vitin 2026 është hala paragjykuese dhe stigmatizuese ndaj personave me aftësi të kufizuar? Kisha me thonë që ka pak përmirësim, po apet ka. Do me thonë, dyqysh në këshyre në atonën si për mshirë, ju për ato që dinë dhe mundu me ba. Në ka raste jam shku në qendrën për aftësim profesional, kom krye ka një oficet, do me thonë vendosvar në Excel. Excel me zëtë në shumë mishtët. Po në punë është problem me gjithë. Bile dhe i trajnere atë në qendrën për aftësim profesional, në thaj që hajde ti pak e vymë dikuna, një personit tjetër atë që është atë, për që qa i vymë këtina, do me thonë punë dhonë si këtina. Ish ajo
paragjykimi që kës mund me bëhet dëm asnjë punë. Okej, do me thonë, a ju tash i keni përvetësua ato njohuri edhe ja keni dëshmuar që ai ka qenë thjesht një paragjykim edhe se personat me aftësi të kufizuar janë të gatshëm me u përfshi në tregun e hapur të punës. Unë për vetë jam shkuar ato dhe privat, do me thonë se më shkuvesh me organizime, se kena pas organizim për Save the Children, ku në mush na i ka qitë 100 euro, zlia ka, dillona se ka aty. Na i ka qitë 100 euro për rëhten, edhe vesh me shku me mësuet këtu parkot që janë. Po kur shkojsh kështu me grup, është pak ma problem për me mësuet, se shkom vesh blanko, po një më shku edhe privat, kur më shku e privat, do me thonë më ka shtin test për pa ditë, se më kalon me kalum shemë, po e kalojna në Word, ose pi Word në Excel, për pa e ditë Wordën, se më kalon me kalun në Excel. Në qëta aspekt, ja kom po shumë hojrën, se ta është të zëtë në i mirë. Do me thonë, di me shkru dokumente, di me llogarit në Excel, tona këtu i zëtë në i së për thonë, shkelqyshëm, po mirë di me zëtë në. Super. Djelona, edhe për juve pyetja e njej, a mendoni se shoqënia kosovare është paragjykuese dhe stigmatizuese, edhe ndoshta me bëhet mas ne edhe një farë krahasimi çush ka qenë më herët kur keni qenë më e re në moshë edhe në ditët e sotme për paragjykimet që munden me u has në shoqëni. Tash kam fillu pak të vëdësohen se për para, do më thonë, ma shumë ka pas paragjykime. Si në transport, si kur kena shku me kry një shërbim, nashta ti e kon me përcjellët, do me thonë ti shkon me kry shërbimin vetë, çfarë halli ki, do me thonë po me përcjellët në mirë, ju me persona, me vetë me personin. Çka keni, a bëni përpjekje që ju me u trajtu në mënyrë të drejtë sikurse personat me zhvillim tipik, do me thonë që mos me u kon fokusi tek përcjellësi juaj, po me kon të ju. So janë vëdësuar në këtë rast zyrtar nëse po flasim për institucione. Tash ma privu pak të vëdësohen, ma mirë. Ma mirë, se do me thonë dhe na vetë, si të kujna dojna me ditë, që apo dojna me kry, po qajna qku, pa shërbime. Po e përmend edhe transportin, a kështë mujtë me na tregu me cilat barjera mas jemi vetëse në Mitrovic, personat e verbër në trotuare, në hapësira publike, ballafaqohen për çdo ditë. Ballafaqohen se trotuare, do me thonë jetë ngushta, pastaj nuk ka vija për me ecë me shkop, do me thonë gjithë do të me përcjellë se nuk i sigurt me ecë vetë. Do të me një përcjellës, edhe vija, do me thonë s'ka për shkop. Do të thonë, pllaka taktile në qytetin e Mitrovicës vetë se mungoj. Po, ta stacionar të renovu, i kanë rregullu, se tjetër punë ju nuk ka. Sulejmani po e ngri çështjen e sinjalistikës për semafor, është a mendon që është pengesë mungesa e sinjalistikës në qytet për personat me aftësi të kufizuar? Po, do me thonë, ka mungesë edhe për semaforat rregullt, se lima për personat verbër. Unë s'po di merrem mas luftë, s'po di pak mas luftë, jo më kanë thirrë demokracia në veprim, se vëzhgues për persona me aftësi të kufizuar, do me thonë me i kqyr kushtet. Nëse më kanë vëzhgues e rregullt, po jo më kanë vëzhgues për nevojat veçanta. Në shumicën e shkolla ku jam shku, se kum pas 4 shkolla me monitoru, as në shkollë s'po mujt me gjetë kushte për persona me aftësi të kufizuar. Jo më kanë baj gora aty mos kesh heq, në këtë shkollën që në komunitetit tëranë, në kështu më ka ra edhe s'po d'ja më kanë zhabara në shepër, tash kom harru, veç në 4 shkolla që më kanë, s'ko mujt me gjetë kushte, edhe të e cekto edhe për fletë votimet brojtet, në bajgore i kom vetë, ka thonë e kryesuse, një kontingent e kena porosit në fletë votimet brojtet, po në ka nërë që edhe s'na ka orë dhas një person kështu me përdore dhe i kena këthy, mos kena porosit heq. Do me thonë edhe në zgjedhje, nuk përfshihen person me aftësi të kufizuar që janë me pamje kështu.
e veç blanko shkojnë, edhe të e pas parasysh që këto zgjedhje së leju me asistencë, do me thonë me votu, do është personi vetë me votu, veç kush ka pas diagnozë të mjekut, kështu me dokument se ndryshë s'ka mujt personi me asistencë me votu. E kjo do me thonë që duhet me punu hala për me bë kushtet kretë personë me aftësi të kufizume në shoqërinë tonë, do me thonë me integrua në shoqëni. Jo me këqyrë se gjënoha, se me jep mëshirë, po m'ja ofru ato që këta mund me bë. Na mund me bë në përgjithësi. Ermelinda, ma herët na tregove që je pjesë e grupit avokus persona me sindromin Down. A mundesh me na tregu edhe perspektivën tonë, a mendon që shoqënia është paragjykuse ndaj personave me aftësi të kufizume në Kosovë? Ç'është që ti këtë perspektivë? Për këtë perspektivë, s'kom bos kova paragjykime, se sipas historisë të kushtet që kena ofru vërë shkollës dhe shkollime dhe asime që na mundu me arrit shto punë, na kashin të plot, që na kemi adal, edhe na s'kena kova dostime, mundosu për kontra se nuk është një dhe mundosu në që këmë përbara, me të aspët, me të një dërshme kena mësu, mësime dhe se pas dhe se Covid-et në 11, këna bërë mësu edhe legjimin e orës, të digitale, edhe shumë të reja që na afrojnë në shkolla. Djelona e përmende që tashme vetë një punësu, sa është e vështirë në përgjithësi për personat në aftësi të kufizuar në Kosovë me gjetë një vend të punës? Shumë është problem, se do me thënë qyshe favës që lejmoni, është problem që nuk respektuet ligje. 50 e punëtuar, do të best e njët me konë me person me aftësi të kufizuar, por nuk respektohet. Shumë është problem për personat me aftësi të kufizuar punëzime. Mase betë se jeni pjesë dhe shoqatës së të verbërve në Mitrovicë, a mundeni nështë me ditë për afërsisht sa personat verbër aktualisht janë të punësuar në komunën e Mitrovicës? Nuk ka, do me thonë. Unë që jam punëtu, tjerë nështë naj praktik, naj se jo nuk. Unë e me thonë 2-3 persona. Okej. Sulejmana, këshe pas në koment tjetër për rreth punësimit të persona me aftësi të kufizume në Kosovë? Po, qështë të ka dhe ma herët, këllesh nuk zbatohet, se nasjena, do me thonë, persona me aftësi të kufizume që janë fizike, nuk jena shumë. Një punësuen handicap, që atë me një kontrat regullt, që u kanë me Elvisen, ma herët, ta është, po komuna ka hapësirë me punësue din 8 persona me aftësi të kufizume. Shkak numrit punësuarve në komunë? Shkak numrit punësuarve. Dikon 400 persona, 400 punëtori ka komuna. Do me thonë, mrena aty në 8 do të me konë për me plotsu kohët me aftësi të kufizume. Me qëtë kosh me plotsume, persona me aftësi të kufizume veç edhe në këshën gjetë vetën, së në shoshni, së në të nantë. Se qelësi i suksesit, dhe me thonë, është puna. Fillon me punë, tani gradualisht të integrohesh edhe në shoqëni, në arseme tona, po barriera më e madhe është punësimi. Se mos të folum për tjera të arseme, dhe me thonë qose, na kena persona ashta mundi me njoft, asër ka thoni, 3 pa dhja i ka bo, për munges qasjes. Edhe i ka pa di shtetën edhe i ka fitu pa di gjyqën. Për munges qasjes, edhe i ka bojë nënë social, i ka bojë... A mendojnë që kjo është rruga e vetme që ka mbet për personat me aftësi të kufizume, në mënyrë që me u respektu të drejtat e tyne fundamentale me hime procese gjyqësore. Në njëtin rast që po e tregoni edhe për Astritin që është tashmë është i njohur për opinionin publik. Është që shtojnë metoda e fundit, jo, po është domosdoshme për me vedisu shtetën. Se dikon 8 vjet i ka zgjata e proces gjyqësor, pa pet në fund të dalë fitues vetë. A 8 vjet u zhagit fonda, hajtë sot, hajtë nesër, po në fund apet se apet, s'ka posqare, pa
Tash me sa kam informata, lifte u vendos në komunë për persona me aftësi të kufizuar. Më duket janë proces edhe qyshe po është banjo publike. E s'di ato është të cekne për persona me aftësi të kufizuar. Se për persona me aftësi të kufizuar duhet banjo ekstra me kanë për me pas qasi atë, për dorus me karrocë. Okay. Ermelinda, po bisedojmë edhe me ju me marrë një koment rreth punësimit personave me sindromen Down në Kosovë. A mundi me na tregu a ka sfida për punësimin e personave me sindromen Down? Ma herët na tregu që vetë se keni mbajt një punë praktike në një barnatore, mirë po aktualisht jeni pa punësuar. Po është vërtet jam pa punësuar, sa më shumë tas po të busim aftësi, më aftësu, më pasu më vetë, persona me thëmë se në Kosova, sa më shumë të angazhojmë me busin të plot, të njërin ditina të parapat. Djelona në mënyrë që me i largu paragjykimet edhe etiketime që janë të krijume prej shoqërisë për personat me aftësi të kufizuar, sa bën përpjekje komuniteti aftësisë të kufizuar që me tregu potencialin edhe angazhimin e tyre social që më përfshin në këtë sferat e shoqërisë. Domethënë komuniteti vetë, po edhe personat vetë duhet domethënë sa më shumë të dalin të merren me aktivitete të ndryshme. Që po angazhu më shumë edhe me të tregu domethënë publikut që pse kena një aftësi të kufizuar, por e arritim ato që dojna. Për te angazhimit tënë me puna treguve ma herët që jetu marrë dhe me aktivitete sportive, a mundesh me ndo me neve këtë angazhimin social jashtë punës? Po, unë kom dëshirë me mirë me aktivitete të ndryshme, luja shohët, kanë lu me shkujt ka herë, pastaj vetë ideja jam këmë thonë pëse mësë me lu edhe femrat, edhe këna bo ekipin edhe të femrave edhe këna shku këna lu në Shqipëri. Ka qenë ngare karakterit garus apo? Po garus, me vende do me thonë, me pik, këna lu tash femra e me shkuj bashk, edhe tash me pika barazi, me qysh, me shumë mirë ka shku. Super. Sulejman, ju për te përditshmërisë, për angazhimin, për avokim, për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, çka karakterizon një përditshmëri e jotja me aktivitete sociale, sportive, apo çka të çërsh asaj natyre? Tash për momentin po kam kohë shumë të lirë për me marrë. Ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit të më kanë 34 të SB-s. Aty u kanë tema mjediset për një ambient pastër, ku po nevoja që ka shumë nevoj për avokim për se mjedis, po unë personalisht tash për momentin s'po kam kohë shumë për arsye familjare, s'po kam kohë më marrë me aktivitete tjera. Se ma herët më ka një angazhum si me red, si me handikoj, si me zbash, në për shumë aktivitete ndryshme. A për punësim, po dje që s'ka punësim të me. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Ermelinda, ju me çka merreni në kohën e lirë? Me kohën e lirë merrem me punë të shtëpisë, me aktivitete të ndryshme, hëbim atë partime, sa doj edhe legendaj. Super. Sulejman, isha ndalë prapë të ju me na tregu për mënyrën se çysh e shihni ju, se si raportojnë mediat për personat me aftësi të kufizuar. A mendoni që e përdorini gjuhë të drejtë, respektuese ndaj persona me aftësi të kufizuar, apo qëllimi ndonjëherë mundet me qenë me shtrembëru realitetin për personat me aftësi të kufizuar? Çysh e shihni në perspektivën tuaj këtë çështje? Po, tash ka herë raportojnë drejt, po ka herë domethënë edhe në Kosovë na i kena termet person me nevojë të veçanta dhe person me aftësi të kufizuar dyat. Është problem, dikush dën me thonë ashtu, dikush tut, po mediat sa kun vrejt raportojnë
80% drejt. Po ka edhe për mediave që kanë edhe mja munges djenis, janë atë termen që përdoren pak si të vrajt. E që ato është pak edhe a me i morën pak në trajnim për me eduku gazetarët ose këto se në përgjithësi, nashta se bojnë ata me vedije, po kanë munges djenis se duhet me termet persona ose të kufizume duhet me ditë. Ma mërmenja që përdore drejt. Se edhe ka gazetar shtu që e bojnë, për shembull, e japin atë përkrajën mediale që veç me ngritë personin. Po, ma mërmenja që din 80% përdore drejt termi me persona me asit. Okej, për juve djelona, qysh është që një raportimet mediale në raport me personat me aftësi të kufizuar? Mirë, do më thonë, mirë veç të terme që po përdoren, nashta që po ndryshojnë. Taksisht cilat terme nëse Po nashta e ka një person me aftësi ndryshe atë, që e përfshin një lloj aftësisë të kufizuar. për juve Ermelinda, a mendoni që media të raportojnë drejt për personat me aftësi të kufizume në Kosovë? Mas pari, media dhe këtë statës sa ma shumë punohen edhe mja dalë edhe ka disa obligime taj medjave me persona me më të ranë, sa ma shumë më puso, me punu, me kudupu, pa fësim personal. Edhe tjeta normale është sociale taks, edhe është shumë e dishëm, po më thëmë të ranë që na janë dalë, që na nuk të sumë asë njëj, pa shumë bëpoa. Kjo që po thëtë Ermelinda është nëse, do me thonë, media ju jep hapësirë persona me aftësi të kufizume, edhe njerëzit kanë me u bo ma empatik edhe kanë me u ndërgjetësu me aftësinë e kufizume. A mendon që, Suliman, nëse ka shumë shpesh storje, lajme, prodhime gazetariske që promovojnë punën dhe potencialin e persona me aftësi të kufizume, edhe atëherë shoqëria ka me u vedisu edhe s'ka me qenë më paragjykuse. Që vlerëson këtë? Se di sa muna me përmen një rast për para ndiku si u konë qëtë të zyrët të Mitrovicës. Do me thonë kore muër në Zhbedin Spahia ko zyre, dollen protestat. Ta qytetarë tjerë se blokum rrugën, qytetarë tjerë se kuptojshen, thejshen djojen në protestë në asena, lëshën rrugën të të kalon. Në vend se mu përkrahë për masës të madhe qytetarëve, na e shumë atë si paragjykus. Do me thonë, hajlat qytetarët si janë vedishëm se kjo puna që bojna na, do me thonë, është të mirë edhe në komunitetit tjetër. Se ku me di qysh na ka shkru zotë, po kërku se ka shëndetin e garantum. Po, së ditë shnosh s'ki aftësi fizike, po në tardhmen mundesh edhe ti me kam person me aftësi të kufizume. Ose kryetare fatën pesë, ose naj drejtar, ose në 2019 më ka rasti me marrë në trajnim me IPCO Foundation. Ata është atë u konë me karakter garus, për përmenëve që të rast, edhe kena pas një mentor atë. Edhe s'po dijem Belgjika, s'di në shtetë Europian, e kishen karusën para parlamentet. Në më thonë që deputetve mja përkujtu që me punu sa ma shumë për persona me aftësi të kufizume. Se të punu për persona me aftësi të kufizume, punojnë për vetë vetën të ardhmen. Si në shëndetësi, si në arsim, si në tëna. E kjo është mesazh i fortë që duhet me marrë na me respektu.
Për juve djelon pyetja e njëjtë, a mendon që nëse kemi lajme edhe storje që promovojnë punën e suksesshme të persona me aftësi të kufizuar, këtë rast persona të verbër, edhe shoqëria ka me u vedisu edhe me u ndërgjegjësu. A mendon që media është një farë katalizator i rëndësishëm që kish mujt me i thy çto para gjykimet? Shumë e rëndësishme se domethënë vedisohen njerëzit më shumë, më që këta persona kanë potencial të arritin shumë më lart, por vetë t'ju japet mundësia. Po besoj që i diskutuam shumë çështje të rëndësishme që lidhen drejt për së drejti me nevojat e komunitetit të aftësisë kufizuar. Ermelinda, a ki ndonjë mesazh për shoqërinë në raport me personat me aftësi të kufizuar? Për punën e shoqërisë kanë po fond edhe sa më shumë mu mu afsu me të përsim të plot në vete, të ndikimi shumë respekt, edhe të gjem, da një djeti, me do shumë një djetin, edhe se bërë të reagojnë pa këfa interese. Për juve djelona një mesazh për shoqërinë, për personat me aftësi të kufizuar? Isha lutë të gjithë personat me aftësi të kufizuar, domethënë që mos të ndalen, që të sfidohen, të shkollohen, puncohen, që të arritje sa më lart. Për juve një të asyl? Në mesazh do thuaj ngjashëm se djelonës, le të punojnë sa më shumë që me arrit sukses, domethënë me avoku sa më shumë për të mirën në komunitetin tonë. Faleminderit shumë për kohën edhe gatishmërinë që më u bashkangjitë në këtë episod të podcastit. Faleminderit.